të ngrihet kundër dhunës, kundër padrejtësisë, kundër shpopullimit që ai po bën. Sot nuk ngrejmë zërin vetëm për të rinjtë e arrestuar, ngrejmë zërin për të ardhmen e Shqipërisë, për të gjithë ata që nuk duan të largohen me dhunë nga regjimi dhe për dinjitetin e çdo shqiptari. Mos harroni, zëri i rinis nuk ndalet, nuk mund të mbyllet dhe nuk do të mbyllet kurrë. Prandaj sërish të gjithë bashkë, të patrembur, më 20 shkurt t'i tregojmë që nuk na ndal as burgu e as frika për të debuar një sekonde më parë një hajdut si ky. Liri për të rinjt, liri për Shqipërinë. Tani kam kënaqësinë të ftoj kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Nderimin më të madh për ju, burra dhe gra, djem dhe vajzat pamposhtur, që mblidhi këtu në emër të vërtetave më të mëdha të shqiptarëve, mblidhi këtu në emër të idealeve të lirisë, mblidhi këtu në emër të dinjitetit njerëzor, por dhe të dinjitetit kombëtar. Një përshëndetje për të gjithë qytetarët dhe qytetarët e Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë, për ata qindra mijëra qytetarë që mbushën sheshet, rrugët në kryengritjen tonë paqësore. Sonte nga kjo platformë përshëndes me përzemërsinë më të madhe të rinjtë, adoleshentët, gjimnazistët, studentët, që ishin forca, ishin fytyra, ishin energjia dhe u bën të merri narkoregjimit me datën 10 shkurt. Duke shpreh mirënjohje të pakufishme ndaj tyre dhe nderimin tim, duhet t'u them gjithashtu se është shans i madh i jetës suaj të filloni mbrojtje, të filloni jetën politike në mburojtje të vendit dhe të kombit tuaj. Është shans i madh i juaj të mbroni këtë vend nga kjo e keqe e të mërshme që i ka rënë mbi supe. Është mision i jetës suaj, mision për cilin do ndjej krenar gjithmonë, jo vetëm ju, por fëmijët tuaj, fëmijët e fëmijëve tuaj, sepse u angazhuat në një moshë të tillë për të përmbysur